Në ditën e 8 të protestave kundër investimit në Zvërnec, kryeministri Edi Rama bëri të qartë se nuk tërhiqet nga projekti e nuk do të plotësojë kërkesat e qytetarëve të cilët prej datës 31 maj protestojnë çdo mbrëmje para godinës së qeverisë. Rama shfrytëzoi podcastin e përjashëm për të theksuar se projekti në Zvërnec do të zbatohet. Projekti do bëhet. Të jemi shumë të qartë. Projekti do bëhet sepse është një e mirë e madhe për ekonominë tonë, është një bekim i madh për Vlorën. Përballë revoltës së qytetarëve të cilët protestojnë para kryeministrisë, Edi Rama vuri qëndrimin e banorëve të Zvërnecit, të cilët sipas tij mbështesin investimin. Në asnjë moment nuk dëgjova për tyre të vijnë në diskutim vetë ideja që ky investim duhet ndalet. Madje përkundrazi, ndjeva shqetësim, edhe më pas kur dolëm ndjeva shqetësim që aman mos ndalet, aman mos ta humbasin këtë gjë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama sulmoi protestuesit të cilët kërkojnë anullimin e projektit në Zvërnec, duke i akuzuar se po dëmtojnë turizmin. Lloj personazhesh që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vënë qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht shqetësuar, vajzat e djem që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre e të tjerë, është një turm normale. Por kjo që turma normale kthehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do të dëmtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të çregjistrimeve në Sarandë. Prej së dielës mijëra qytetarë protestojnë çdo mbrëmje para kryeministrisë duke kërkuar jo thjesht anullimin e projektit në Zvërnec. Protestuesit kërkojnë së pari dorëheqjen e kryeministrit Edi Ramës, si dhe anullimin e disa ligjeve që për ta dëmtojnë të ardhmen e vendit, si ligje për investime strategjike, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, paketën e maleve dhe ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Protestat janë zgjeruar përtej Tiranës se tubimet e ngjashme janë mbajtur në Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorë. Këtyre protestave u janë bashkuar edhe shqiptarë në diasporë, tubime janë zhvilluar edhe në New York, Frankfurt, Londër, Milano, Zyrich e Oslo.